ato për dy arsye. E para, si janë vipa, e dyta është brezi gen zëja që kanë kaluar Covid. Jo, këtu ju kundërshtoj të dyve. Brezi që të gjithë po hanë ushqimin fast food që po jep ekrani shqiptar të gatshëm, pa norma edukative, pa asnjë lloj norme dhe kriteri edukate, etike, përpiqen shumë moderatorët e studiove, por ai është ushqim i gatshëm. Në shkollat. Tjetër, përgjegjësit e parë për mendimin tim është publiku, i cili i duar troket dhe i pëlqen të shojë atë. Jo domosdoshmërisht duhet që patjetër dikush që të cili argëtim duhet jetë i paditur. Këtë unë nuk jam. Dhe tjetra. Po çfarë duhet bëjt publiku? Të rrinë TikTok që çojë po të njëjta gjëra, çfarë programesh ka, çfarë përpjekjesh ka, publiku i ka qeshme ato qeshme një. Aty është futur një kërcir, një burr 300 kg, që vetëm shan me një fjalor të frikshëm që është dhunus dhe publiku qesh e kërkon, e klikon, produksioni e mban edhe s'ka kritere. Ajo shumë mirë, më falë. Se prodhon klikime, po. Si ta ish buri i dalë. Jo more se bura i dalë nuk kam Po pra ja, buri ja shumë e muskuj me rrije qëra, po. Këto modele duhet vazhdojmë gjatë. Jo një mënyrë për të bëri famshëm. Çështja e burra. Eva dëgjon çik çfarë thasi ishte ajo fjalia para. Ajo e tangës po. Dhe çfarë po vishën burrat? Me tanga nuk ka më burra. Ajo është një mënyrë për të. Tani, çështja është kjo. Nëse do t'i referohemi këtyre personave që janë brenda atij ambienti, për ta bërë edhe një çik mohabet më serioz, ai ambient njerë është i përzgjedhur dhe është i krijuar nga njerëz që marrin vesh nga elementet sociale, psikologjike dhe ndërveprimet shoqërore. Shumë saktë. Pra, nuk është një program i bërë nga çunat e lagjes apo nga vajzat e lagjes. Jo, ajo është pasi pin alkoolin. Tani, duke qenë se këtu është marrë për bazë një eksperiment i Stanford i bërë me studentët e Stanfordit në vitet 40, paka shumë i ngjashëm me këtë. Pra formati përzgjedh ata njerëz të cilët përmbushin 70-80% të ka dalë formati, s'ka qenë kjo ideja e formatit. Situata është më alarmante, nuk ky realitet pasqyron 80%. Thelbi që do të thuash, po. Po, pasqyron 80% të shoqërisë. Po. Edhe çfarë? Jo. Po çfarë? Dhe ne duhet vazhdojmë. Jo, absolutisht. Komisioni i televizionit apo ka dalë viku ana edukative, nuk është shumë. Komisioni i televizionit ka dalë nga koncepti që ka patur televizioni nuk ka më një mision. Nuk ka mision. Nuk ka. Që nga momenti që është hequr teatri i kuklave ke RTS-ja apo elementi i një gjëje pozitive, tash është. Po fillojmë dhe ne modeli me tanga këtu. A mund të dalë dot. Nëse televizioni nuk e pas ka, jo, atëre. Jo, unë me tanga. Ka emisione edukative, nuk ka asgjë që duhet të bëhet. Klikohen dhe vetëm këto, nëse ne nuk shohim atë që përmendi zotria 1 minutë më përpara, pra nëse nuk del ose kështu, ne dim që në Big Brother 10, duke se ishin 5-6, se nuk e kam ndjekur, po të paktën ishin 5 persona që nuk e di nëse të gjithë ishin vërtet homoseksual, apo u desh në njëri që të bëj i famshëm dhe e tha.